Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shënjës së Luanit. Të bëjmë një mesazh për ju të dashur nga letrat Lenormand dhe mesazhi juaj është Arkivoli. Arkivoli nuk flet vetëm për fundin, ai flet për procesin e lamtumirës. Për atë çast të mbrëmshëm kur diçka mbaron, mund të jetë një marrëdhënie, një kapitull, një mënyrë jetese, dhe ne duhet të pranojmë për të çliruar shpirtin ton nga lidhjet që nuk i shërbejnë më zhvillimit ton. Kjo letër është si porta mes dy botëve, njëra që tashmë ka përfunduar dhe tjetra që po lind, po kërkon durim dhe përballje të sinqert me ndjesitë që kemi të shtypura. Në aspektin emocional, kjo letër shpeshherë tregon një marrëdhënie që ka përfunduar ose është një fazat e fundit të energjisë së saj. Mund të jeni ende aty fizikisht, por emocionalisht ndoshta po ndjeni boshllëk, lodhje, mungesë jete. Ndonjëherë kjo nuk është për një ndarje, por për fundin e një mënyre të vjetër të dashuruari dhe ftesa për të rilidhur në mënyrë më të vërtet, më të ndjeshme. Ajo pyet, pra, çfarë ka vdekur në këtë lidhje që ka nevojë për ndërim ose ringjallëm? Gjithashtu mund të pasqyrojë një dhimbje nga e kaluara që ende po ndikon në hapjen ndaj dashurisë së re, apo të pranuarit një gjë të re. Në aspektin profesional, Arkivoli shpesh tregon një mbyllje kapitulli, një punë që po përfundon, një projekt që ka mbaruar, ose një fazë që kërkon të lihet pas. Mund të vi me ndjenjen ose ndjenjen e dështimin, por ajo që duket si fund është shpeshherë një ftesë për drejtim të ri. Në raste kjo letër paralajmëron dhe lodhje, humbje, motivimi, ose si lloj depresioni nga mosdëgjimi i trupit dhe shpirtit. Puna që s'u ushqen më mund të jetë ajo që po të raskapit, pa e kuptuar fare. Në nivelin shpirtëror, kjo letër është një thirrje për funeral të mbrëmshëm. Ta kuptoj mirë këtë, një rit simbolik ku lejojmë veten të qajmë, të përshëndesim dhe të lëm pas gjithçka që nuk është më pjesë e rrugës tonë. Kjo është koha për të bërë pastrim të thellë të energjisë, për të ndalur së luftuar me atë që tashmë ka mbaruar dhe për të gjetur paqen në fund. Vetëm kështu mund të ndodhë rilindja e vërtetë të dashur Luan. Shpeshherë kjo letër universi na pyet: është në rregull të ndalosh? Është në rregull të mos jesh mirë? Por tani është koha të ndërosh procesin dhe të besosh që pas kësaj vjen një transformim i thellë. Absolutisht, kujdes mos të shtypni emocionet të dashur Luan. Kjo letër kujton se ajo që nuk shprehet të ngecën brenda teje dhe bëhet barrë emocionale. Mos i zvarrit lamtumirat, një kapitull që nuk mbyllet dot të pengon të shikosh apo të shkruash tjetrën. Jepi vetes hapësirë për të përjetuar ndoshta trishtim tani, por mos u identifiko me to. Ti nuk je dhimbje jote, ti je vetdia që te kalon atë. Të dashur Luan.